Shumë shpejt shkolla industriale Pavarësia dhe ajo tregtare do të kthehen në një kampus profesional. Drejtuesi i shkollës profesionale industriale në Vlorë, Gentian Boçi, thosë se realizimi i kampusit profesional parashikon më tepër investime infrastrukturore, të cilat kanë të përcaktuar shtim të ambienteve, por edhe godinave në këtë shkollë. Boçi thosë se ky projekt përfshin edhe rikonstruksion të ambienteve ekzistuese. Realizimi i projektit të kampusit profesional sipas Boçit ka nisur me disa investime në këtë shkollë. Ne jemi në fazën në shkolla industriale do kthehet besoj në një kampus profesional, ku do ketë një shtim të godinave ekzistuese, shtim të godinave të reja, zgjerim të godinave ekzistuese, rikonstruksion total të godinave ekzistuese, por këto janë të gjitha që do bëhen hap pas hapi në mënyrë që ne të vazhdojmë pa u ndikuar nga investimi procesin mësimor. Hapi i parë është ndërtimi i 2 godinave. Një godin është duke u dorëzuar projekti dhe ne kemi dhënë në gjithë të periudhë një vjeçare, kemi dhënë gjithë kërkesat, mendimet dhe nevojat e shkollës, të cilat pastaj ja pasqyruan në projekt, dhe besoj se shumë shpejt përpara mbylljes së shkollës ne do shikojmë që në qytetin e Vlorës do bëhet një investim i cili padyshim do jetë një nga investimet më të mira të arsimit profesional në Shqipëri. Arsimi profesional sipas Gentian Boçit është një mundësi e vyer për të krijuar të ardhmen. Zgjedhja e një arsimi profesional që bëjnë këtë nxënës sot, sipas Boçit, vlen për 45 vite të ardhshme të punës, ku ata do të kenë një vend të sigurt pune dhe të mirë paguar. Ne duhet të mendojmë që fëmijët janë të vegjël të klasave të nënta, jo vetëm janë të vegjël, po edhe gjatë ciklit 9 vjeçar ne nuk kemi akoma struktura që të identifikoj pritjet e nxënësve, të gjej kush nxënës çfarë di, çfarë do apo çfarë mund të bëj. Kjo gjë mungon në sistemin tonë vjeçar dhe një nxënës që zgjedh shkollën e mesme nuk është në gjendje të di se çfarë profesioni i pëlqen. Ai nxënës mund ta ketë profesionin brenda, mund të jetë një mekanik i mirë, një elektroteknik i mirë, po askush nuk e di. Dhe ky problem bën që shumë nxënës të zgjedhin gabim. Ne jemi hapur çdo ditë në mënyrë që këta nxënës të vinë të zgjedhin. Zgjedhja që bëjnë ta nxënës sot do vlej për 45 vitet e punës që ata do punojnë. Ata nuk nxënësit e nëntëvjeçare akoma nuk e kanë menduar ndonjëherë se do punojnë 45 vite. Zgjedhja pikërisht në këtë moment bën atë që në 45 vite të jetës të kesh të ardhura, punë të sigurt dhe punë dhe biznesin tënd për biznesin tënd tek i cili pastaj mund të punësosh të tjerë dhe vetë jesh një drejtues teknik, pasi shkolla të jep të drejtë të jesh drejtues teknik i të gjithë drejtimeve që ofron. Gentian Boçi ka dhe një mesazh drejtuar nxënësve, duke i treguar këtyre të fundit disa prej arsyeve pse duhet të bëhen pjesë e arsimit profesional në qytet. Arsye ka shumë. Në të njëjtën kohë mbaron edhe gjimnaz dhe certifikohesh dhe mund të kesh një biznesin tënd dhe pastaj të vazhdosh shkollën e lartë për çfarë të duash. Është një mundësi më shumë plus të zgjedhësh shkollën profesionale. E dyta, degët inxhinierike, ata nxënës që kanë ndërmend të vënë për degë inxhinierike duhet të zgjedhin arsimin profesional, pasi ne bëjmë gjysmën e lëndëve të një shkolle të lartë në degën përkatëse, inxhinierie mekanike, elektrike, hidraulike dhe kështu me radhë. Dhe kjo pasqyrohet edhe në Universitetin e Vlorës, po dhe Tiranës, nxënësit tanë në vitë 2, të 3, të 4 dhe të 5 të inxhinierive janë më të mirë se nxënësit e gjimnazit, pasi kanë marrë bazat në shkollë, jo vetëm baza teorike, po edhe praktike. Ne jemi shkolla të cilat që në vitë 2 të krijojë mundësinë që fëmia të jetë në krah të familjes, po flas në anën ekonomike, pasi kanë nxënës që në vitë 2 në bazë të orarit që lejon ligji dhe të moshës të marrin rrogat 600-700.000 lekë të vjetra, me ato 6 orë punë që u lejohet. Ne certifikojmë nxënësit në 3 vite dhe niveli maksimal është teknik menaxher, që do të thotë barabartë një licencë për të hapur një biznes në profilin përkatës. Dhe më kryesorja në shkollat tona ne jemi shkollë edukimi, po ne edukojmë fëmijët edhe nëpërmjet mësimit, edhe nëpërmjet punës dhe më kryesorja është nëpërmjet projekteve komunitare. Nxënësit tanë janë çdo ditë nëpër shkolla 9 vjeçare, ku kryejmë punime në ndihmë të nxënësve të 9 vjeçareve, punime të cilat përputhen me temat e tyre të praktikës, që duhet kryejnë në shkollë, i kryejnë nëpër shkolla, duke ndihmuar shkollat 9 vjeçare. Dhe projektet e qytetit tashmë i kemi parë të gjithë, dhe unë mendoj se një edukim nëpërmjet punës dhe nëpërmjet projekteve kurrikulare është një edukim shumë i plotë se sa një edukim vetëm nëpërmjet mësimit.